900 dhe 1000 pako kam rri. Që të si pas ke nuk ma më ti për mdo. Që të s'po ta qep mi u pru heq, veç nese. Me qërë. Shërë. Nga te gramozit e... Pa e 2 euro, 2 euro është kur, pa do thonë. Gjësi me drezë, na kënë ordhë me vetë, që shka thonë Ramiz Kelmendi, këtari a i nëzirë Arnori 10.000 euro. Me shi tokën po. Me shi... 6 ori 7, në po ma një 7.000 euro të mira, Po e vëllajt, një pagu të Ramizi, po. Parë kryetari i ti rrugën tonë nuk i kishtru bua. Po që është të me konë. A? Që është të me konë kryetarët, me kry njëherë punët e tjere, tani vetës. Do me najtë këtu? Dikun 8 vite është që u ble toka, 2 herë më konë aty kërë. Jo. Shasot. Sta donë me shkua? Jo, e du privatësin edhe nuk gubënunja 4 vjetë arsimtar këtu në shkollë. Okej. Edhe lash arsimin. Edhe Arnori na tha heni hani vetë se mi avëdhon. Gjys kile me qitë fidoni, unë jam i knoqen. Do më thonë ta ma një asoj korpe një këroshën, kam plan me mjell pjepën. Do më thonë ma një dorë porë prej drezës. Kryhet sezoni drezës, e kam patligjoni. Qëra var drezë. Preparate kimike. Heq? Heq. Unë këtu veç... Aslet? Artificial? Jo. 100% bio është? 100% është. Ide për krejt, së djena më shotin të abishetës Prishtinës, edhe në taku me Arnor Hasimin. Arnor, qësh je? Mirë. Qësh po një si kryetari katunit? Po, mirë, s'është keq. Që sa je bo kryetar? është viti i 2 që dashtë. Më kam jetën 2 vite edhe... Parë kryetari je ti rrugën tonë nuk i kishtru bua. Po, që është të me konë. A? Që është të me konë kryetarët, me kry njëherë punët e tjere, tani vetës. Po thua, më konë keq, ishtu mirë i shkon puna. Po, do të më bo. Sa shpi i ka da bishit cjarë? I ka që banojnë tash për tash këtë, janë dikon 18 shpi. Që banojnë? 18? 18. Tash ka që i kanë marru do villa, vinë vekende, zakonisht. Po rezidente? 18. Shkollën? Shkollën është të nda bishec. Ka pak në zonca, po mirë është, njerën të mbojnë mirë. A veç shkolla, a veç e da bishecita edhe katunëv për rreth? është shkolla, këtë ma herët, ka pos zonca ma shumë i konë 3 paralele, ka pos shkollë paralele në Glogovica, Hajkobila, po kryesorja ka qenë, baza ka qenë nda bishec. Ta është mungese në zoncëve, jenë transferu krejt në shkollën amë, do më thonë nda bishec. Edhe jemi që aty. Prapashtica këto jenë veti, a? Po, Prapashtica është në veti, Prapashtica shkon me bashkësi lokale të Keqekullës. A më mangat me juve është, a? Po, mangat është me neve, është jemi do më thonë kofe, është kjo pjesa ku po do në dy lloj sera, do më thonë për kodrën atë një, rrugë Prapashticë, këne rrugë Dabisheci poshtë. Për ndryshe, Arnori mirët me sera për përgjithsi me drezë. Na kënë ordhë me vetë, që shka thonë Ramiz Kelmendi, me dhëtari, me 5 orja me 10. Me 10. Me dhëtari, a i nëzirë Arnori 10.000 euro. Me shi tokën po. Me shi komplet, a ti bën 10.000 për të bërë. Vëllaj, ndodhë që s'te shosh që është e mjellë në drezë duke mjellë. Si rrugë në asfaltume nuk e ki, kanalizim nuk paske, bandera s'po shoh, s'ka. që kjo 10.000 s'ti bën Arnor. Jo si bën, nuk i bën. E vërtet si bën. Qish po shkon punë Arnor? Po mirë është njerë. Mirë është, s'është keq. Qëto jashtë, a? Këto jashtë e ku morë një lloj tjetër drezës, zakonisht të jashtë nuk qëndrojnë shkaku i lagështisë. Edhe zakonisht kur fillon dreza më pjek, temperaturat janë të këqija dhe shi ka rregullisht edhe dëmton si fryt drezën. Lozën e fidonit këtu nuk i dëmton, po frutin. Frutin e dëmton. Tash ky lloj është që i reziston domethënë lagështisë. Edhe kur i ke mjell tu, pas kanë lulu? Këtu janë dikon që një 10 ditë. Këtu kanë lulu, po këtu në fakt duhet më hek të lula krejt. Po, duhet më hek lula se ta nuk zhvillohet rrëzimi i saj sa duhet. Domethënë pas një punë këtu, a? Po, punë duhet. Duhet më një muna o burra, më hima shpejt. Jo më nani muj zartë që shkojnë e hajmë trezat aty. Që e ndihim. Këto kur pritet me bo Arnor? Këto zakonisht është me prit dhe tek në vitin e ardhshëm. A si vjet nuk bojnë këto? Jo. Do më thonë, do me prit, do me çdo një vit para prak do me mjell për me morë redimet tamam që çdo. Sa ki qëtu? Qëtu janë një gun ja 6 ori 7. O, një 7.000 euro të mira, a? Po e vëllajt, një pagu të Ramizi po. Një pagu të Ramizi po. A kështë jo, vëlla. Kështë jo. A shkon këtu me fije, so fije keni mjellë? A nuk i llogarit një kështë të vishmija? Jo, dreza zakonisht
na që milën me kultivojmë drez, llogaritet bazë që thojnë dikon 1 kg dhe 1 kg e 200 i qetar fidoni. Fidoni, okej. Po në llogaritin ato minimale, dikon gjys kile me qitë fidoni, unë jam i knoqen. Domthon ta mania se kurpe në këroshë me qitë Apo fidoni. vjen, apo më rrin dhe i gjys kile? Po. Gjys kile Alhamdulillah. kam rri ma shumë, më rrinë dikon ma shumë për shembull 5-6 fidone në mirë, Po. tjetra dështon. Po mesatarja me torë në gjys Me orën e kile. mesatare gjys kile është tamam. Sistemi javë ke bu pik-pik, a? Po jo tash s'ka. S'ka më mi me dora. Jo, po ku me gjetë njerëz me hi me dorë, Qëra, çështë s'po ajde po njerëz. shomi sistemin. Këtu veç çtu ja lëshon, a? Po. Edhe kjo Kjo ko tamam i stërpi kejt ka pa. Po, këtë në sistem pik. Apo mirësh me drejtë dhe me tjetër shka? Që të pjesën këne kam plan me miell dikun 1 hektar është hapësinë, kam plan me miell pjepën, masi ku më mbledh maqinën që ka shtron folinë krejt. Kam një çto pjepën, çto kam plan me mush drez. Edhe çto Po drejtë, a? drez, në atë pjesën mbrapa Milioner dikun pas ke mu bo burti. Po, si mbaz ramizit. Si pas ramizit, po. Atë pjesën mbrapa atje kam plan me miell Somburg. Sëmbor. Po. Ujin, pikajt për vjen. Ujin e kemi hop një pus aty. Fatmirësisht ka qillu uj ball. A pjo do t'i drafori? Po. Po. Pa i drafor. Jo, gjithçysh ket me pumpa. Këto i ki në sera, a Po. dalojnë shien a i se në drejtëzat e jashtit me të serës? Të na ju nuk dallojnë shumë, ai fakt dallojnë, po jo shumë se tash në vorë pe kush i kultivon. Se do i mshel në serë atë i lon mshel. Mu bo që muzi mu aty. muzi mrena mirë, që me dal ma herët në prodhim. E unë ju, unë i lo qelë dhe nuk e guti që me orë, se zakonisht si të gutet edhe frutit nuk del kualitativ. Kush gutët më rrini parë. Normal, i parë më rrinë gjithë. Këshire drejtëzat. E kjo është tjetër sistem tash, se kum posë ma herët një pronësim për media, unë zakonisht që shtu rani nuk shkon gjënë. Qëtu Se shkojnë ma ngusht. ma Po unë e për me shfrytzu serën komplet të në vitin, dhe më thonë me pranverë e shfrytëzoj me drezë. Me fillim pranë dverës, dhe më thonë marrë një dorë porë prej drezës. Kryhet sezoni drezës e kam patligjoni këtë mrena. Dhe më thonë e shfrytëzoj komplet vitin, sezonin nuk e qoj dëmë serën. Tash kjo e kum këto freki pas ke mjellë, Po këto dje. Dje. Dje kina miell. Pak vonë pas ke mjellë? Po, pas që nuk guxojna më herët. Jo, Se kjo është vend malor edhe ndikon temperatura Ne shumë. ti del me produkt me patligjën ma vonë. Ma vonë dalë. Kur ti argjon këti me kallabllakit, drejtëzat këto bojnë një herë, 2 herë, çush e kanë sistemin? Qëtu i kam që bojnë veç një herë. Veç Këtu një është herë. lloji domethënë olva. Këtu i kam olva në Roxona, 2 lloje. Edhe këtu bojnë veç një herë, se me lon tën kohën, unë jam në zonën me punë tjera, tani nuk po muj një orë rreth. Me shka po mirë është me fundjera? Po, me bujqësi, komplet. Edhe blet ki, Po, ja? kam edhe blet. Qërë drejtë zënë. Punë shumë përves, s'po mina mi amri. Qërë varë drejtë zënë. Super e omëll. I kom hongër një ditë do të Greqijës. More veç ato të parat ishin kont mira, kur e kom hinë ranin të poshtë, Lomi. Do të me vedisu, na do të me vedisu. Jo që kultivoj unë drezën edhe me thonë që zë me thonë veç me bleh shambull të unë. Po do të me vedisu edhe popullota, po edhe fermert. Jo me bo gjona që s'ba mi bo. Se unë zakonisht s'përdori preparate kimike. Heq. Unë këtu As veç... flet, Heq. artificial, Jo. 100% bio është. 100% është bio, se është problemi që këtu në fillim, unë e plehnoj tokën me ple organik. Në fillim e mushi ple. Me plet gjove. Po, plet gjove. Kam me këtu 2 ferma të pulave. Jam të morë edhe fermën e plehin e fermën të pulave. Ajo është një plet ekstrem i mirë. Për bosh është ekstrem i mirë. Veç dhe me pas kujdes mos me qitë shumë, ose me qitë
direkt periferë me qitë në boshë, se shkatëran. E, keq këta që përna këqyrin, që dojnë me provu këtë drezën, ku mujnë me gjetë? Këto mujnë me gjetë e Gramosi, të Vorri Rogovës në altë. Të Vorri Rogovës. Bashkë në kryes që është ajo pilarja e ati djallit. është një shok shumë i mirë. Jo veç për mu, po është asë qash djalli i mirë sa që më ka porosit ku shka për i produkteve të fshatit, me i qutaj. Kështu që kush doni me i provu drezat 100% bio dabishecit, të Gramosit, të Vorri Rogovës, moni mi provu. Tash kush banon Prishtinë, se tash Po. në qytetet ka që prodhojnë, po kush që ka Prishtina, moni me shku të Gramosi. Kjo është mirë se shembull për Prishtinës ka njerëz që vinë direkt këtu te sera. Veç mi ble. Veç për drezë për Prishtinës hyp kjerët dhe vjen drejt në serë këtu. Sa po kushton kilo? Që shkojnë këto me atë paketa, no? Me paket. Sa i ka jo? Pa i ka dikon gjys kilogrami afërsisht aty. Sa po kushton ajo? Pa e 2 euro, 2 euro është kur pa do thonë. 2 euro te Gramosi. Te Gramosi është 2 euro. Dejnë sa kurpa po më rrinë mrena sezonës mi bo armënër? Po, tash janë pjellë vitin dëmëhon dimrit i ku mjellë, dëmëhon vjesht, se shko kuj sere se thash hajtë se nuk ndikon diçka keq. Edhe nuk kanë atë prodhimin maksimal. A që kjo sezona por? Po, që kjo sezona por. Me drevza? Po, në qitë sere sezona por. A je marrë me herët me drevza? Po, që dikon 8 vite. Që 8 vite? Që 8 vite. Sa e ke pos maksimumin që ke më rri? Maksimumin e kom pas deri dikun 100-120 gojbe. Gojbe? Gojbe, do më gojbja e drezës i zë 9 copa, 9 qasi kutia. Do më thonë, afërsisht një 1000 pako. Po, 900 dhe 1000 pako kam rri. Po, kom pas hapsirë pak ma shumë. Po, erdhë puna që u dash me i transferu serat kënej këtë pjesën kënej. Do më thonë, afërsisht një 2000 euro i në zerë, jo 10.000 që pëtët Ramizit, Jo, ja? vës vjesh prej 10.000. Se na ka të ranë, ja, që kur e niva 10.000 Ramizit, thash ti hi burë. Pjo, ta kësha lëshu që të ato, ta kësha lëshu do të që të kësha orë kësha mjellë në vend. Ja, më qasë mi bile ma kësha po hojnë. Po, dhe? Këtë është mi taku dikun. Dhe edhe më kësha bo reklam këtë të këjshi. Veç kësherën e varë drejtë, dhe me thonë, asë nuk është të dëmtu me kërkon. Edhe Arnori na tha heni hani vetë, pa se mi avëdhon të gaqë me si hanë, dhe kur ti nuk një vetë. është ma mirë me kure nuk vete, ka atë shijen tjetër. Që 8 vite me dreza. 8 vite. A javë ke po hojrin? Po se qërë ashtë me një se qifti Ramizit, këta të ranojnë në burë. Ta ashtë unë e kumë provu vetë. Pak mirësh me drezë, pak me patligjon, pak me spec, pak me blet, kur t'jesh në katon, me i morë 2-3 produkte, me morë me 2-3 gjona, është ma mirë. Dështë në shamëll dreza. Një mrazi i keq, shkatëran t'ju komplet. Ti mo për atë vetë me fshidurët. Pa që të ki. Ja, pa që të ki. Kështu që nëzjerë tjetra, nëzjerë patligjone. Së nëzjerë patligjone, nëzjerë tjetra. Normal. Po me morë krejt ka pak, dikur bëhet balë. Del Ja, dishka. del dishka. Ja Allah, elhamdulillah, shumë ku kanë të mira. Loqë ku kanë. Qërë se në qash i poshtë rem, të mëlaja ti nolla. Qera, vishet. Po mjef do të vogla, vura. Ato të mëlajat, shaj vynë për kill. Po jo se vynë një qitë për me, si këna ata grekt. Mu do këma të mira. Mu do këma të mira. Hajde, i thëmë të përpijet pak. Qëtësere ki me dreza dhe tjetërën? Edhe tjetërën e ka me drezë, do me thonë qëto është e bleme njëve tanake. Që ato tjesën pesare, mi ka dhonë komuna Donat Grand, vitin e kalum. Falenderoj se i vetë mi përkrohi dhe më thonë për i shtetit. Qaja është? Qaja. Tjetër nuk kam kur gjë. Në kodë përparim Ramës, a? Po, në kodë përparimit. Ma herët a ke apliku, bur? Ko më apliku, po
e ku Largëve ti gati në Kamenica, Po, ja, po jo, ishte në ti larg, në Kamenica, Mu më kanë qitë që konë kufi me Serbia me Leskovc, me. Po, me Leskovc kënine. Po, unë edhe pja vruj kufinin edhe s'pëm përkrajen, s'është në regull dhe shnesë. Janë, nuk është në regull, vallaj. Po, shpresojmë tash. Me bleta o të buhiq? Mirë është, nuk është keq. Me blet dinë mësë me pos fitim. Qështo vera? Po, kënë varë për verë, sepse fatkeqisht nuk kënë të morë verat mira për blet. Jo, a? Valla jo. Nëse tash ndryshon edhe se veni për veni, ta kupton. Po jo, nuk është të morë. Vjetë ka morë pak ma mirë. Dikun 4-5 vite tjera, s'ka pos Problem. Ka pos mi mbulu që ato shpenzimet e veta, apo heq. Se nuk është najfar levërdi e madhe me to, po na i mojmë shkoku që edhe pimojnë edhe këtu. është veni o burë, a bëdin, ato... Se pa blet nuk mund të mos zhvillu as dreza. A i një mon bleta mu zhvillua? Po i një mon, qështë një mon, ajo është një prej gjonë më të mira që mund mi andimu. Tash po bine brumbuj prej vendeve tjera për me i bo polinizimin e lulave. E kështu që ata brumbuj nuk i blej, kanë blet, e kryin ato vetë tjetën funksion. Që pa dve emre tuta absoluta. A ki problem ti me tuta absoluta? Jo, nuk kam problem me tutën, se është problemi që unë e baj rasotin vetë. Shkoku është në smundjeve, është në gjona, mu ka duk mi transferu serat mi qitit pjesën kënej, edhe nuk e baj rasotin vetë, nuk lona për adretim. Unë i kom do familjar, burra dhe ata e bojnë rasotin vetë, po... E për në vartë trajtimi, se të rasote nëse trajton, shambull, se është kuj vogël. To nëse trajton, nuk mundet me bona i dëm, shambull, dejt vje puna me dalë në prodhim, nuk bën qaj që ato preparate nuk bojnë tani dëm. Sa është i vogël, trajtu. Po ndërpreje tani. E tashtë po bojnë qas po bojnë. Zbëm hi janë asetimës në tona heqë. Ka është kjo tuta absoluta? Ajo është një krym. Krym? është një krym, edhe është shumë e keqe se prej krymit formohet në flutër, tani flutra kthehet prap, zakonisht ato në serë, se ato në serë bllokuan. Zakonisht bllokuan këtë pjesën altë serës, edhe ato që ato jesin, silën mbrana serë, lëshojnë vezë, edhe... Ka dhëgje njoni një kushëri u konë Turki para një 10 vjetë, që shtu mi po serat, seni, ku e di që i kanë organizu, edhe tha përna i përmen Turki tuta absolutën, tha na spedina. A, po na dhe t'ju mirë, ko kështë dejt ju vjen. Dejt ju vjen, i kalzoj. Dejt ju vjen, punoni, prodhoni, fitoni. Po në fakt, tuta ordë me paketim. Krejt me gojve që pi morin, vjen do motja prej Turkisë, prej vendet huja, dimrit, shqitet këtu. Ajo që aty jetë, vejës e sajna jesë në për paka. Tani na kupi qatu pako, se na s'po kemë në fa fabrike që me na i pru paketimin në Qato veçantë. mishti kese, qato rasodin, të i... Qatu po do t'na me i morë patligjonën, ato pako me rujt, patligjonën me qitë në qatu pako, dhe qatu tani për hapët. Se me pos shamull në fabrikë tonë që e përponën gajbet, na si morëm atë veç, na i gjujmë. I morëm të rejnë, se është tjetër se estetika e lype. Edhe si këshmi morë ato e këshmi ble këtu, edhe ditën e një. Bageri qa po të vynë? Rrugën me qela? Po me qelë rrugën. Jo, këto, tash është problemi na katonorët e kem, e ble një traktor, prej traktorit me ble remorkën, prej remorkët me ble këto, tani ato shkënjë, rëket rëmë do me ble. Edhe na që ashtë, njerë ble një traktor, tani tjetërin. S'po kryke vish me një traktor, a? Tani e ble të më bagerin, tash kena njësë më plok, po pritojna me ngarku me dorë si këtë njerë. Sa vjeti ke bo? Po në përgjash për bëj 40. 40 rafsh, a? A, gati, vëlla, në gosht 40. A, si del kadrë shi për para. U krymo. Falimdez, ma keni mu mirë. Ja, ma keni mu e. Këtë shka kena armër? Edhe atë pjesën poshtë e kom drezë, këtu e në vitit kalum. Edhe këtu e në drezë, da? Këtu është rasote që kom pas marë. Kom bleu la një era fidonin. Një euro fidonin? Një era fidonin kom pas porosit, ka orë prej
prej jashtit, prej Hollandës. Për mi qitë gjys kile kjo, a? Po, ky shkon për me gjyskilës tash e ka vitin maksimal që mund me dhonë për edhe. Sa vjetë zgatë fidani? A Po, do të mi ndrru këta? Po do të me ndru, tash sa ma shumë të ndrejsh që dikun në i lanë 3 vite. Vitin e parë në këtë llogaritë shembull që kemi. Që ato shembull në këtë llogaritë. Ndal diçka. Tash në llogaritë si vjet, këto e kam bjell vjet në vjesht. Tash në llogaritë vitin e parë çto. Tash edhe 2 vjet i lanë tani do mi hik. Mi vënu 3. Edhe pse është mirë çdo dytën e vet me ndru, po kanë shumë kasën të nartës. Nuk e fillu pe nailonit është shtrejt, sistemi është i shtrejt. Fillimin e ka shumë shtrejt rrezë. A kjo lloj tjetër me këta, a? Kjo është lloj tjetër, këto janë lloj tjetër. Çfarë lloji është ky? Kjo është aprik. Për pije është ta për më hongër? Jo, kjo është për më hongër, ama kjo ka qëndrueshmërinë shumë të fortë. Okay. Është si produkt, si frut është i fortë, edhe ka qëndrueshmëri më të madhe. Edhe është i shishëm. Sidomos jashtë, kur mbillet jashtë është i shishëm. Kur provuar në serë, po jo. Në serë ka tjetër shije. I marrum më për jashtë kjo? Po i marrum për jashtë. Unë e kum testu vitin e kalum, kur e kum marru stomin, edhe kum e ditë që ka bojt kjo mashina, një guri. Edhe është mbitë si grop aty, edhe ka ra shi, shpjek të reza i shuron në nuj. Ka ne 3-4 ditë nuj, edhe nuk i shprish. Jo. Qaq është, edhe për shëta kam plan me rritë si përfaqen me to, se jashtë është ma letë me mujnë. Dënë ma pak uj, edhe shumë ma letë, edhe s'mundjet e kopin ma pak. Këto kur pi mjell, tash kjo nuk dëmtohet pi dimrit, pi shtishevit? Jo, zakonisht dimrit këto jo, se është, kur shkon gradualisht, të ullë temperatura, kada, nuk e dëmton. Po kur ndryshon temperatura aty për aty, e dëmton jo është drezë, po dëmton gjithë shkofë. Normal, po na dëmton ne. Ta njerëzve po na dëmton ta bishe gripat. Këtu edhe këtu drezë, a? Edhe këtu drezë. Kej drezë burr. Kej drezë. Specat ka i kia, i ke mjella, halo. Jo. Ku do me mund spec? Specat do me pru edhe specat këtu mes renav. Okej. Se ti produktin bazë ki drezën tani edhe këto tjerat ka pak. Drezë patligjon është. Drezë patligjon tani këto tjerat që sot muj me mri. Tash kur na kallzova më herët dej 120 gojbe, apo të veç për qacerën a për totalin? Jo, për totalin. Komplet. Total. Jo, me kon veç ajo. Për në mes ramizit tani shapo edhe unë. Ani burrun e qef po kam. Jo, pe di që ki qef, po. Ma si edhe të kam bashda jo, po një gjysdaje. Një gjysdaje. Kësha, që tu ku ka ndo, që tu si pas ke nuk ma më ti po mdo. Që tu s'po ta qef mi u pru heq, veç nese. Me që. Kësherna. Nga një të gramozit e rëgova, ej. Valoj. Spedia është dreza apo stënde? A patligjana, shka është kjo? A? Nëse. Mësë du kam bërzi rojt. Si dijet heq. Nuk e dijet. Perfekt. Këto të kurit janë? Edhe këtu janë vitit kalum. Edhe këto ma të mdoja ko kanë? Po ma të mdoja. Se e mjell dikon një vit ma heret. Jo. A nej? 2 muj ma heret. A nej, me ty është? Po, tu pregadit për me mjellë që të pjesë kom plan ketë me mjellë të Sëmburg. Sëmburg? Po. Okej. Po du me ndo loj produkte se për një me nuk e avlin vesh me. A s'do me lëshu ti Dabishevci? Jo. E ke vendos, a? Po. A ke marrë na i sen nga sheri? Po, mi marrë po, banesa në Prishtinë, jënë toka, këtu në Prishtinë, në hymjet Prishtinës. Në fillim këtu. Po jo, se kam plan me investu kur gjë. Biles... Do me najtë këtu? Dikun 8 vite është që u blejto ka 2 herë më kona aty kërë. Jo. Përshat. Sta donë me shkua? Jo, e du privatësin edhe nuk... Gu bënu një 4 vjetë arsimtar këtu në shkollë. Okej. Edhe lash arsimin... Kam që vetë me konë i lirë. Vetë punëtor, vetë. Qita është du me shku dika, veç i do që të edhe iki. Ja, bashkë është së një le, Po. bile du të mi qela.
Jo, tash ti lot qel gjithë. Jo, tash ti lot gjithë qel. Ja, Ti ja përshë çfarë produkti, me nismi mshela ashtu kjo si ja, boja. po thua i shbo jo. pat ligjon. Kish po pa lezon ta hish du me motor shorr me i prej këtu. Me kom po punon Arnold? Unë me të familjes vëlla. Me vllahun edhe me gra. Ky vllah është këtu, një vllah kemi jashtë. Unë me këtë vllahun këtu të martum, gratë po punojmë këtu. Vjet? Këtu është dikon që nja 2 javë. Që një 2 javë. Që nja 2 javë po. Zakonisht qëllimisht kum lënë me dal ma vonë. Qëllimisht me lënë me dal ma vonë se është shia në dallon. Sa keni mri si vjet me shit? Po nuk ka shumë, domethënë është tek fillimi që dasht. Nuk ka shumë, nuk e di, dikon ja kam rri dikon 500 krosh në komplet ajo. 500 grosh. Sa është edhe fidan i ri, Okej. nuk jep prodhim sa duhet. E dej kur është kjo sezona e drezave, dej kur bojnë këto? Dej në qershor, korrek? Po besoj që dej të qershori çfarë mrin. Edhe që aty nalet, a? Tani nalet. Tani vazhdon me Po jo, patligjon. jo, tani vazhdoj me këtë Me pjesën e këto jashtë. tjera, po, Me okej. këto pjesën e jashtit. Vesh ma kam lu pak bori, se s'po muj mi orë rreth mu kanë shke pak punt. Ta mërë meja, apo më rrinë dhe në 2000 kroshne si vjetë? Që që Po. ke njësë me 500? Po, se që kjo tash e ka prodhimin maksimal. Që kjo Po. me dhonë prodhimin maksimal të mundshëm. Edhe ma shumë pres prej qisoj, se këty në dikun një shtatare krejt, ma shumë pres me morë prodhim prej qisoj se pe këtu këtë sirave. Okej. Që? Si vjetë po prit më konë pikit vite prodhimi maksimal, a? Po, e ka vitin e porkja. Në mund që kjo, veç me shtu të retrunguj, kjo dhe me kalu 1 kilëshën. 1 kilëshën. Po unë jalo gjys kilë, të qesin për mu mjaftan. Nuk jam si ramizi me shku me çmime maksimale. Vëllai po na rrembu më Na kasos, në gjyç ko me qitë si mos me qesin. Si mos qesin që atë fitim, gjyç ko me qitë. Sa fi e ki këtu? Që tu janë dikun ja 5.000. 5.000 fi, a? 5.000. Dhe me thonë që tu piprit 2500 kila me t'i bua. Po, Nëse më rrina në gjys kile, po, 2500 kg. e kalon, po, mjalon minimum. Amo që s'ka vaj ramizi, bur 2500 kg ka 2 euro, 5.000 euro, vlo. 5.000 euro, po 7 ore vëllai jam. 7 ore. Shtë një minusin tash, shkallë Po, ku kena mjell, që kena mjell. Në Arnor, falenderojmë shumë. Inshallah, Allah t'je bëj bereqet sa ma shumë. Amen, inshallah, çdo njerëz që munohet. Edhe shteti t'animon pak ma shumë sa do që ki nevoj. Edhe bleni produktet e Arnorit se pisheni vlla, që? Qëra? A ja vlena si ja vleni ju e dini, produkte bio. Hini ndreza, Hini ndreza. Hini ndreza. Faleminderit shumë. Faleminderit e juve.